Edhe ajo që është akoma më skandaloze, që në vend që të doriqesh zëvendës kryeministra, mbrohet nga kryeministri, nuk lihet spaku të vijoj me hetimet e heqja imunitetit, pra kemi arritur kulmin. Ne protestojmë për demokraci në fund të fundit, për vjedhjet që po i bëjnë këtij populli. Vjedhje shkatërrimtare nga gjitha anët. Vjedha ne, popullit i ka shku thë i kanë balë, si i thojmë. Këtu jemi mbledhur për të protestuar ndaj një qeverie që është më e korruptuara që ka pas historia e Shqipërisë, e cila ka bërë vjedhje galopante, e cila po varfron këtë popullsi, e cila po e shpopullon këtë popullsi, e cila nuk meriton të jetë 24 ora të kuashtë.